As 2-3, le të bëjmë siç bëhet në gjithë Europën, 0% për banesën parsorë. Nëse ke një shtëpi 1+1, si familje re, si çiftëri, u bëre me një fëmijë, do të shkosh në shtëpi 2+1, bravo qoftë, zotit bekoft, shite me 0% e sa mirë që ke këtë mundësi të blesh një pasuri tjetër, shite me 0% po themi për diferencën midis fëmijës të blerë dhe shitjes, dhe të rrishë standardin tënd të jetesës. Ne ku ta gjejmë që të kemi shtresë mesme të fortë, të aftë që të rrisë standardin vetë jetesës. Kështu që 7-8% ndoshta i intereson vetëm ekzekutivit, Shqipërisë shtresës mesme nuk i intereson 0%. Në një kohë kur flasim për paketën e strehimit të përballueshëm, një gjë që paktën ne si na re ja kemi dalë gjatë 2025-s, është që të futim çështjen e pasurisë e strehimit të përballueshëm në tregun e pasurisë përballueshme dhe gjithë retorikën e politikë bërëse në Shqipëri. Nëse shikojmë konferencën e fundit të kryeministrit në 2025 ka pasur një pjesë që është dedikuar strehimit përballueshëm. Dhe unë besoj që gjithë paketa e strehimit përballueshëm dhe vërtet ja sugjeroj ekzekutivit